Këtë fazën të dytën të cilën e kena përfundu në fund të vitit 2025, si lokacion ku kemi pilotu rirregullimin e vendbanimeve apo si që quajmë ne transformimi i vendbanimit në Fushë Kosovë, për arsye se në Fushë Kosovë është një numër shumë i madh i koncentruar i komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, gjithashtu është edhe pjesë urbane ku kemi dashur me tregu se si mund të ndryshohet një lagje e cila në fakt edhe pse Fushë Kosova një pjesë e mirë është zhvilluar mjaft shumë sa i përket ndërtime, pjesa ku jeton komuniteti Roma Shkali Egjiptian në fakt ende nuk është e përfshim në plane të cilat e ndryshojnë jetën e banorëve. Përkundër ne që kemi punuar edhe si organizatë dhe më herët që kena suportu familjen në përmirësimin e kushteve ekzistuese të banimit, ajo ka qenë një zgjidhje